Shëndetje, si ma ka lutë sot. Unë sot për drejt po përgatis një pulë që është organike, po do t'a fus këtu në ujë me sot dhe me uthën mollë. Me thonë drejtën isha në Shqipëri dhe u helmosa. Edhe tani kom frikë nga salmonella, nga çdo gjë, dhe unë do t'a fus në ujë me uthën për para dhe me sot buke. Do t'i hus sodën edhe uthlën e mollës. Tani u do t'a fus tazie, do t'i hus qep, ginger, karrota, gjithë dafine, seleri edhe piper të zi. Edhe të zim për 15 minuta. Do t'a bëj me perime, me patate, me brokli, me karrota, i kom marinu me piper të kuq, me krip dhe me piper të zi. Tani do t'a lyme mastart, me vaj ulliri, piper. Tani do t'a fus në furrë për 45 minuta me 200 gradë. Pullën me perime e përfundova ja si doli. Kjo ishte dreka jonë për sot. Kom bërë dhe salatë edhe zaziq. Dhe salata edhe zaziq edhe pilaf. Kjo ishte dreka jonë për sot. Në bost mirë dhe juve.